Me rastin e Fitër Bajramit, kreu i Këshillit të Bashkësisë Islame në Ferizaj i uroi besimtarët e konfesionit islam për festën më të madhe të këtij komuniteti. Ndërkaq në urimin e tij, ai tha se festa e Bajramit të madh është festa më madhështore për besimtarët e besimit islam, e të atill e bën edhe vetë mesazhi për solidaritetin, devotshmërinë, humanitetin, drejtsinë dhe barazinë në mes të njerëzve. Bismillahirrahmanirrahim. Falëndrimi dhe lavdërimi janë vetëm për Zotin e madhruar, krijuesin e qiejve dhe tokës. Përshëndetje të veçanta i dërgojmë për më të dashurin tonë pejgamberin Muhammed alayhi salam, për familjen e tij dhe gjithë besimtarët që pasuan dhe pasojnë rrugën dhe traditën e tij. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë. Sot përcollëm edhe ditën e fundit të muajit Ramazan, me të cilën i Madhi Zot na nderoi. Përcollëm muajin e Kur'anit fisnik, muajin e edukimit dhe humanizmit, në të cilin ne të gjithë e shprehem dashurinë dhe besimin ton ndaj krijuesit ton, Allahut fuqiplot. Me gëzim të madh pritëm këtë muaj, me besim të plot e agjeruam, namaz falem dhe të varfërit i ndihmuam. Sot shpirtat e besimtarëve janë të gëzuar, por edhe të pikëlluar. Të gëzuar për shkak të Bajramit dhe të vetëdijshëm se Allahu i ka falur dhe liruar nga ngarkesat e mëkateve. Të pikëlluar për shkak të ndarjes nga ky muaj i bekuar nga miku ynë më i dashur, që deri sot ishte prezent në shtëpinë dhe zemrën e çdo muslimani. Nesër është ditë feste. Është Fitër Bajrami, dita e gëzimit dhe e marrjes së shpërblimit. Është e natyrshme që ai që ngarkohet me një punë, pas kryerjes së saj, merr shpërblimin. Ndihet i gëzuar, i lumtur dhe krenar. A ka gëzim, lumturi dhe krenari më të madhe se kur njeriu përmbush detyrimin e tij ndaj krijuesit të vet? Sigurisht se nuk ka. Vëllezër të nderuar, festa e Bajramit është ndër festat më madhështore për besimtarët e besimit islam. Madhështore këtë festë e bëjnë edhe mesazhet dhe porositë që ajo sjell me vete, për solidaritetin, devotshmërinë, humanitetin, drejtsinë dhe barazinë në mes të njerëzve. Besimtar të nderuar, kam nderë dhe kënaqësinë e veçantë që në emrin tim dhe në emër të Këshillit të Bashkësisë Islame në Ferizaj, t'ju shpreh urimet më të mira dhe më të përzemërta, gëzuar festën e Fitër Bajramit, lumturi, harmoni, begati, mirësi e dashuri, paqe gjithnjë në familjet tuaja. Ndryshe, falja e Fitër Bajramit nesër bëhet me fillim nga ora 5:48, ndërsa ceremonia kryesore mbahet në sheshin e qytetit përballë komunës.